realisht se mendoj ona, po vërteton shkenca, që prej 2016-ës, që realisht o studiua dhe është vërtetu, kur e zbuloj profesor Osumi procesin autofagjisë, ndikimin e procesit autofagjisë, më thënë organizmin e njeriu të parandalimin e plot smundjeve dhe shërimin e plot smundjeve, u mendoj që këtu u mor një hap edhe ju dha shumë edhe do më thënë agjerimit që bëhet në sipas besimit të islam edhe që bëhet gjatë muajit Ramazanit, edhe prej atëherë edhe deri sot jam bë me mia ulumtime që kanë vërtetu realisht fasting si efekt tek plot smundje dhe realisht është konsideru si një kirurgji pa brisk për parandalimin edhe për shërimin e plot smundjeve. Dobishme. Tu e pas parasysh, për shembull, efektin fillimisht të autofagjisë, që ndikon në rigjenerimin e qelizave, që normal ato duhet mu rigjeneru, tu pas parasysh që ky proces penalizohet ose një farforme ngadalsohet në organizëm me faktor që na i kemi prej se cilin herë na shtuan faktor negativ në ambient, në ushqim, do më thonë, edhe kjo është një proces që është ulumtu edhe vërtetu për fasting. Për fasting që është për shembull 16 orë, 24 orë, që arrin deri në ekstremin që është, do më thonë, deri në 72 orë. Nëse vlejon nutricistin ta pyes, po që kjo forma e agjerimit apo e dietës, se përqesum tash në aspektin shkencor, jo në aspektin religios, kjo formë e dietës ti Unë çdo herë flas çka thot shkenca. 16 orë do të thotë i privum nga ujtë dhe në mbrëmje do thotë ti po e ngarkon luksin tënd me yndyrë, me ushqim teprum. A ndikon pozitivisht kjo, se ne pe kuptojmë një dietë do thotë shkencore, një dietë në mbikëqyrje, edhe unë besoj, sa të e bisedum para se me i në studio, që e kam provu vetë, ka qenë tepër e dobishme për shëndetin tim. Por kjo formë e agjerimit, kur ti për 16 orë privosh nga ujë, dehidratosh, dhe vazhdon me një ushqim tron, këtë rast, me ndyra, edhe të begat. Stili që ti zgjedh çka me hangër për iftar. Është e dobishme për shëndet, po më intereson kjo. Dikush që han pasur një iftar është normal që është Absolut, për këtë arsye, për shembull, edukim medial, sinqerisht kohëve të fundit, sidomos pas pandemisë, nuk i kanal që hap që s'ki me pas pak të një mjek ose një nutricist ose një dietolog ose dikon, brenda ditës me një se cilin televizion, qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë, po flas për këto vendore, që kanë me jep këshilla, plus rrjetet sociale, se cilin ai individualisht jemi shumë prezent, edhe na krejt kohën jepim këshilla, ide edhe protokolle, instruksione se çysh për shembull edhe vaktet normale se lemo gjatë agjerimit, sidomos viteve të fundit, unë për veti po flasë për veti, kom pas shumë që më kanë kontaktu, kom shumë me planet ushqimit, me dieta, që i bëj se qysh me shfrytzu tash, që realisht mos me abuzu, mrapa për shembull një iftar. Nëse veç, na jemi këtë kohën të e thonë, mos konsumani shumë brëm, mos konsumani shumë yndyrna, mos konsumani sasi shumë të lartë mishet, mos konsumani këto këtë kohën, na jepim ato instruksionet. Nëse veç për shembull një iftar, edhe unë këtu jam kundër edhe çdo herë lobaj edhe thonë që me bush për hit mira, mu ushqy ajo që ka i vyn trupit, në atë kohë i vyn protein, yndyrë, po yndyrën e shëndetshme, jo yndyrna trans, jo për shembull fast food, jo. Po kryesisht në Ramazan ushqimet përgatiten shpejt, edhe të na çka do që, do të thonë, shtohet jashtë asaj që duhet organizmit, është kryesisht brumi, në mas të madhe. Po e kaloj pak edhe tek ana e majt, zonja Hudute, zotri Bastri e tha që tashmë më shumë